Lo Zotin t'jeni mirë. Imagjinoj një grup njerëzish të cilët kanë mbetur në mes të detit dhe kapiteni i anijes i posedon disa harta të ndryshme, po që vetëm një nga këto harta është e saktë. I posedon disa busulla të ndryshme me probleme të caktuara dhe vetëm njëra busull tregon orientimin e duhur. Çfarë do të bëj kapiteni në këtë rast? A do të vazhdoj rrugën me hartën e parë që do ta gjej dhe do të bjerë në dorë, apo do të kërkoj dhe do të hulumtoj se cila nga këto harta është harta e saktë, që të çon në drejtimin e duhur dhe të kërkuar, normalisht të dytën. Kështu është edhe çështja e feve. Njeriu në këtë botë është në rrugën e tij drejt Zotit, ka për të kthyer tek Zoti. Dhe njeriu në mesin e kaq shumë feve të ndryshme duhet ta kërkojë dhe duhet të hulumtojë se cila është feja e saktë, cila është feja e cila të mban në rrugën e duhur drejt Zotit, e cila të çon tek Zoti i gjithësisë ashtu si kur ai kërkon. Cila është feja që e përmbush qëllimin e ekzistencës tënde në këtë botë. Në episodin e kaluar, folëm për kriteret që duhet i përmbush feja për të qenë fe e saktë dhe e pranuar tek Zoti i gjithësisë. Dhe theksuam se cila fe nuk i përmbush këto kritere nuk mund të jetë fe e saktë dhe nuk mund të jetë e pranuar tek Zoti i gjithësisë. Në këtë episod do të flasim se cila është ajo fe që i përmbush këto kritere. Ajo fe padyshim që është Islami. Dhe këtë fjalë e them duke u mbështetur në 3 fakte. E para, koncepti për Zotin e gjithësisë. Islami është e vetmja fe që pretendon dhe e posedon monoteizmin absolut në doktrinën e saj. Ndërsa fetë e tjera, do të shikosh se disa prej tyre i mbeshin Zotit cilësi njerëzore që nuk mund t'i takojnë Zotit. Sikur fetë të cilat pretendojnë se Zoti merr formën e njeriut. Sikur fetë të cilat pretendojnë se Zoti mund të jetë në çdo vend, si krijesat. Ndërsa pjesa tjetër e feve e zhveshin Zotin e gjithësisë nga cilësitë absolute që duhet t'i ketë patjetër për të qenë Zot dhe nuk mund përfiturohet Zoti pa to. Këto fe, për shembull, e shikojnë Zotin e tyre në krijesat, e shikojnë në gurët, e shikojnë në pemët, e shikojnë në kafshët, Zoti na ruajt. Është e vërtetë që Zoti i gjithësisë një është për gjithë. Allahu thot në Kur'an: "Wa ilahuna wa ilahukum wahid." Zoti ynë dhe Zoti juaj është një. I njëjti Zot është për të gjithë. Por njerëzit e kërkojnë Zotin në vende të ndryshme dhe vetëm i muslimanët janë ata të cilët ja kanë qelluar në konceptin e tyre për Zotin. Fakti i dytë që tregon se pse Islami është feja e saktë është çështja e librit hyjnor. Vetëm Islami e posedon një libër të pandryshuar, të paprekur nga njerëzit. Dhe në fakt ekziston një sfidë nga Allahu xhalla xhelaluhu. E para ka të bëjë me përmbajtjen e Kur'anit dhe faktin që çdo fjalë e tij tregon se ka një burim hyjnor. Allahu i ka sfiduar njerëzit që nga ajo kohë që ka zbritur Kur'ani e deri më sot, e deri në ditën e gjykimit, që të vinë qoftë edhe me një sure të ngjashme me Kur'anin. Dhe nuk kanë mundur në atë kohë dhe nuk do të munden deri në ditën e gjykimit. Ndërsa sfida e dytë ka të bëjë me ruajtjen e Kur'anit. Nuk ekziston asnjë libër që për 14 shekuj t'i ketë rezistuar të gjitha ndryshimeve të mundshme, të gjitha prekjeve njerëzore. Kur'ani është i vetmi. Ekzistojnë me mijëra dhe miliona kopje nëpër botë. Të gjitha kopjet kanë të njëjtën përmbajtje. Të gjithë njerëzit që kanë kënduar Kur'anin që nga koha e Profetit sallallahu alaihi wasallam deri në ditën e sotme e kanë kënduar një lloj. Sepse Allahu ka thënë në Kur'an: "Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun." Vërtet, ne kemi zbritur Kur'anin dhe ne do ta ruajmë atë. Këtë gjë vetëm Kur'ani e plotson. Asnjë libër tjetër nuk është i pa ndryshueshëm. Të gjithë librat kanë ndryshuar, kanë deformuar. Në të gjitha librat do të gjesh shenja dhe prekje njerëzore. Hape Biblën për shembull, apo libra të tjerë hyjnor, do të shikosh kontradikta të shumta dhe Allahu e ka vendosur si parim. Nëse ekzistojnë kontradikat, nuk mund të jenë nga Zoti i gjithësisë. Dhe fakti i tretë që tregon se Islami është feja e saktë, është që Islami është e vetmja fe e cila i përmbush nevojat njerëzore. E vetmja fe e cila përshtatet për gjitha kohrat. E vetmja fe e cila nuk e zhvesh njeriu totalisht nga ana materiale, ana fizike, e cila i duhet njeriu për të jetuar, për të vazhduar jetën në këtë botë, por nuk e bën njeriu skllav të kësaj bote, të botës materiale.
është e vetmja fe që i përcakton njeriu të mesmen e artë. Feja islame është fe e cila kultivon normat bazë morale. Është fe e cila kujdeset për individin, për pasurinë e tij, për familjen e tij. Është feja e vetme që siguron vazhdimsinë e njerëzimit me norma të ruajtura, në natyrshmërinë e pastër. Feja islame është e vetmja fe e pranuar tek Zoti i gjithësisë. Kjo është e qartë, por njeriu duhet të kërkojë të hulumtojë. Unë sfidoj çdo kënd që të hap Kur'anin, të lexojë në fjalën e Allahut xhalla xhelaluhu. Pasha Zotin e gjithësisë me Kur'an do të gjej udhëzim. Mjafton që të hap Kur'anin me zemër të pastër, me dëshirën për të njohur të vërtetën, dhe Allahu xhalla xhelaluhu do t'ja mundsojë ta njohë të vërtetën. Sepse Allahu xhalla xhelaluhu ka përmendur në Kur'an që Kur'ani është udhëzim për njerëzit. Wassalamu alaikum.